Ngjyrat e nëntorit. Kjo është ekspozita e pikturës e përgatitur nga nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të qytetit të Vlorës. Ekspozita është çelur me mbështetjen e Bashkisë Vlorës në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve Bajram Tushi. Në hollin e teatrit Petro Marko në Vlorë janë ekspozuar punime nga të gjitha shkollat e qytetit. Kjo ekspozitë është kthyer në të përvitshme, ndërsa pikturat pasqyrojnë ngjyrat kuqezi të nëntorit. Ekspozita do të jetë e hapur deri në datën 27 nëntor. Shkollat janë pothuajse gjithë shkollat e qytetit që marrin pjesë, është ekspozitë që është bërë tashmë e përvitshme kjo në qytetin tonë, ku pasqyrojnë ngjyrat e nëntorit, kuqezi, domethënë. Ka punime të ndryshme të fëmijëve, të shkollave nëntëvjeçare dhe të qendrës kulturore të fëmijëve që organizon këtë ekspozitë çdo vit. Punimet janë të fokusuara kryesisht tek motivet, historia. Janë te motivet tradicionale, tek festat, kuqezi, ngjyrat e nëntorit, festat e flamurit. Sa do të qëndrojë hapur? Është, me thënë, 3 ditë deri të mërkurën. Mund vizitohet? Po, patjetër, në çdo orar, është e hapur. Në ditën e parë të çeljes së saj, ekspozita është vizituar nga shumë qytetar, por edhe mësues dhe nxënës të shkollave, edhe pse një ditë pushimi zyrtar. Atëherë kjo është një ekspozitë e cila vjen në kuadër të festave të nëntorit. Do të rrihet hapur për disa ditë deri në datën 27. Unë ftoj të gjithë nxënësit e shkollave të qytetit të vinë të shikojnë punimet e shokëve të tyre, sepse në të vërtetë kanë bërë piktura që vlen që të vinë të shikojnë. Gëzuar festat dhe uroj sa më shumë krijimtari tek nxënësit. Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës kanë përgatitur një sër aktivitetesh me rastin e festave të nëntorit. Ato konfirmohen edhe nga drejtuesja e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Albana Tushe Curraj. Muaj nëntor ka tërkitur fuqishëm pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Kemi filluar me festivalin e parë të këngëve korale për shkollat nëntëvjeçare të qytetit, ku ishte një masivitet i madh i gjithë shkollat nëntëvjeçare. Ky ishte një bashkëpunim i ngushtë me Zyrën Vendore Arsimore Vlorë dhe me mbështetjen e bashkisë. Pastaj kemi bërë aktivitetin e alfabetit, i këndojmë alfabetit shqip, një aktivitet shumë i bukur me të gjithë fëmijët pjesëmarrës të Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Dhe sot kemi çelur ekspozitën Ngjyrat e nëntorit me punët e fëmijëve artistë nga shkollat nëntëvjeçare të qytetit. Të gjitha këto aktivitete, siç e thash dhe pak më parë, janë një bashkëpunim midis ZVA-s dhe Bashkisë Vlorë, mbështetjes së Bashkisë Vlorë. Sot në orën 5 kemi koncertin e madh festiv Zëria e Dheut. Është një aktivitet që është organizuar nga Muzeu Kombëtar i Pavarësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, me mbështetjen e Bashkisë Vlorë, me bashkëpunimin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe Teatrit Petro Marko. Mirëpresim. Ekspozita ka rëndësi ta përmend këtë. Në datën 27, ora 12, është ceremonia e ndarjes së çmimeve për gjithë piktorët pjesëmarrës. Në datën 27 nëntor do të ndahen edhe çmimet për shkollat pjesëmarrëse në këtë ekspozitë që vjen në kuadër të festave të nëntorit.